Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin më të bukur të Radio Strugës, këtu në mikrofonin magjik. Ky, fatkeqësisht, është emisioni i fundit për këtë sezon. Po, me shumë keqardhje, ky është emisioni i fundit për këtë sezon, por mos u mërzisni sepse do të qemi edhe sezonin e ardhshëm. Më kujtohet ato fillimet e para kur kishim emocione, emisionin e parë, por tashmë erdhëm në fund. Si ndjesh? Ndihem e lumtur pasi që kam qenë pjesë në mikrofonin magjik, po, në mikrofonin magjik, por edhe e mërzitur sepse po mbaron. Sot të dashur miq, të kemi një emision ndryshe nga të tjerat, nuk do të kemi një të ftuar shumë special, por kësaj radhe do të tregojmë për njëra tjetrën, do të flas Adea për veten, duke i pyetur unë për pasionet e saj, për jetën e saj, dhe Adea do të më pyesë mua. Pra kemi një emision ndryshe nga të tjerat. Do të flasim për njëra tjetrën. Gati je? Po gati jam. Si thua të fillojmë e para? Patjetër. Atëherë në fillim prezantohu. Unë jam Adea Lena, jetoj në Ladorisht, unë jam 10 vjeçare, edhe pak do të bëjmë 11. Me qëra fjalla, kur e ke ditëlindjen? Në 10 korrik. Edhe pak. Po. Dhe kam pasione të ndryshme. Na trego pak cilat janë pasionet tua. Është teatri dhe karatja, por më përpara kam shkuar në muzikë. Edhe me muzikë e marrë. Po. Na trego pak për to të treja. Faktikisht to të dyja sepse tashmë nuk miresh më me muzikë apo jo? Jo, nuk mirem më me muzikë. Na trego një herë pak për karaten, si ka filluar pasioni jot për karaten, si e ke filluar atë dhe më pas për teatrin. Unë në fillim shkonja në teatr, ishin bërë 2 vjet, po. Isha 8 vjeçare, vllai im ishte 6 vjeçar. Vllai im quhet Andi. Ju përshëndesim. E përshëndesim Andin. Dhe ai shkonte në karate. Ati dukeshte me qef. Ma bëri, Adea, pse nuk vin ti në karate? Unë i thash, jo, mirë jam thash në teatr, pse të vide në karate? Ai më bëri, po qefësh ma bëri. Ai më mësonte gjëra të reja. Pastaj, kaluan disa ditë. Ai më bëri, Adea, hajde në karate? Unë e bra, po pse? Unë e bra, nëse do vish ti në teatr, unë do vide në karate. I thash babit për këtë plan. Ai pranoi. Shkova ta provoj karaten dhe më pëlqeu faktikisht. Mësoni në fillim për disiplinën dhe pastaj mëson si të mbrohemi. Po pse të pëlqeu karatja? Sepse ti mundesh edhe të kishe refuzuar, por kur shkove ta provoja, pse pëlqeu më tepër karatja? Sepse atje mësojmë në fillim për disiplinën dhe pastaj nëse kemi qef të bëjmë loja, atje ushtrojmë si volleyball, basketball luajmë. Dhe disiplina besoj është e rëndësishme në çdo sport apo jo? Po. Sa kohë na tregove që ke 2 vjet apo jo? Po. Në cilin rrip je tashmë, sepse e dim që të gjithë që kur shkon në karate ke 7 ripa se 6. Sa ripa gjithse i ka? Se di i bardhi, i verdhi, i kuqi, i gjelbërti, i kaltërti, i kafti, i ziu. I ka mësuar të gjitha. Unë jam i kuqi. Ua, për 2 vjet e i kuqi? Po. Po kjo është arritje e madhe. Po, në të ardhmen mendon të bëhesh një karatiste ose Mund të bëhem, por mund të bëhem dhe aktor pasi që shkoj në teatr, mund të bëhem gazetare pasi që vi këtu në emision. Ose edhe një woman business apo jo? po, një businesswoman. Që mund shkoj në universitet për ekonomi, për biznes, ose mund shkoj në mjekësi, doktorish. Pra, ke disa mendime për të ardhmen. Po në të ardhmen të gjë. Po. Tashi nuk jam aq gati. Po tani cile ke më të preferuar apo nuk e zgjedhur akoma? Nuk e kam gjetur akoma, po besoj se ose businesswoman ose doktorish. po. Po na tregove se si ke nisur pasionin tënd për karaten dhe pse të pëlqeu karatja. Na trego pak për teatrin. Për teatrin isha e vogël, 6 vjeç, dhe desha të hyj në një aktivitet sepse nuk shkona në një aktivitet. Në fillim e provova violinën dhe s'ma pëlqeu. Po pse s'të pëlqeu violina? Gjithaj instrumenti i bukur. Po, apo s'të ngjiti shumë. Jo, besoja se do më ngjante diçka tjetër. Domethënë, më mbylla Ma jo duket rrugë. se ke provuar edhe piano.
Besoj se po, shumë. Edhe në piano ke shkuar, pra as piano as violinë. Po këndimi ti ke të bukur. Po. Se provova. Jo, se provova. E shoqja ime teatrit të shkon shumë, kështu që ke bërë një gjë e ke zgjetur. Pra, si të themi, kur shkova në violinë, më mbyll dera, u hap një derë tjetër. Në pas të keqe vjen një emër. Po. Kur hyra në ashtu në teatr, më pëlqeu sepse mësonim gjëra të reja dhe bënim shumë loja. Faktikisht nuk mësonim vetëm për aktrimin, për artin, mësojmë për plot gjëra. Faktikisht një person do të mbajë diçka, edhe ne do ta kapim e do ta themi përgjigjen. Ama do bëjmë edhe si pyetje të rënda, edhe do ta kemi mendjen aty. Pra, nëpërmjet këtyre aktiviteteve ti mëson edhe për jetën, për ditën e përditshme, si kalojnë, si janë njerëz, sepse në teatr dhe në karate janë dy hobi që ka edhe shumë njerëz, pra ke të bësh me njerëz të ndryshme dhe karaktere të ndryshme, kështu që ti shoqërohesh me të tjerët, pra nuk ke kufizuar vetëm në shkollë, por edhe për atë shoqërinë tënde edhe më gjerë. Apo jo? Po. Ke shumë shoqe në teatr edhe në karate? Po, kam plot. Po në karate nuk flasim aq shumë sepse faktikisht kemi vetëm 1 minutë pushim. Veç të pim ujë, jo të bëjmë muhabete vrave. Po, do të jesh e fokusuar aty. Po. Po, cili ka qenë roli i preferuar kur ke luajtur në skenë? Kjo ishte roli i fundit që e bëra dhe ishte me policët. Ishte faktikisht shumë interesante, sepse neve ishim policë që nuk dinim asnjë gjë. Dhe mësuesja ime, faktikisht regjisorja, ju përshëndesim. Ajo tha që me këtë rolin më kujtoheni si Minions. Dhe faktikisht e bërëm afër si Minions se i kënduam edhe këngën Banana. Na këndo pak tani. Banana. Edhe më pas të pëlqeu më tepër. Po pëlqeu. Ishte shumë për të qeshur. Kanë qeshur të gjithë njerëzit. Edhe neve kemi qeshur. Dhe kjo është arsyeja pse të pëlqeu roli i fundit. Po, neve sa më shumë kemi qeshur edhe publiku. Ka qeshur më shumë. Po, ke emocione kur ngjites në skenë apo tash më s'ke sepse janë për disa vite? Jo, herën e parë kisha shumë emocione sepse ja bënja regjizore kur do hy. Mezi prisja të mbaroja shfaqje sepse kisha frikë, jam mund të ngatroja diçka. Po. Cili do ishte mesazhi që do t'jepje fëmijëve që shkojnë në karate dhe në teatr, për karaten dhe për teatrin? Faktikisht këto janë mesazhe të njëjta. Po. Të para do ta kemi disiplinën dhe rregullat e tjera jeni të lirshëm. Por e para do të jetë disiplina patjetër. Sepse këto janë besoj të në jetën e përditshme, pra disiplina nuk është vetëm në sport apo në ndonjë aktivitet, por na mëson edhe për jetën e përditshme. Po. Na tregove nëpërmjet historisë tënde se kush të ka frymëzuar për të shkuar në teatr dhe në karate. Po ndonjë hobi tjetër do doja të filloja apo vetëm të dyja i ke? Desha ta provoj edhe volejbollin, po shkoj në shumë aktivitete dhe jam e angazhuar shumë dhe nuk kam mundësi të shkoj dhe në volejboll. Po përveç teatrit, në ndonjë art tjetër? Se di, ndoshta në vizatim? Në vizatim, po edhe vizatim Se mësuesja ime bënën shumë e mirë jam në vizatim dhe mund të bëjmë vështirë domethënë për art. Pikturon. Po, tashmë e dim se kohët e fundit ke qenë edhe një prezantuese e shkëlqyer tek festivali Peshkujart. Pra do të lëm të flasim pak për festivalin Peshkujart. Na trego pak si ishte hera e parë, sepse Adea ishte për herë të parë, po? Po. Ama nuk isha emocione, isha e lumtur pasi që mora pjesë, jam shumë e lumtur që mora pjesë për herë të parë. Por nuk e dija të marr pjesë. Nuk e di, po s'ka nevojë. Besoj që po, sepse ishe fantastike. Faleminderit shumë edhe ti ishe fantastike. Faleminderit. Ti ke marrë 6 herë pjesë. Po pra, i mja dihet tashmë. Kështu që nuk isha emocione sepse shkoja në teatr. Edhe ishe e mësuar? Po, isha e mësuar që të dilja në skenë. Ama kur e pash publikun. Sepse i festivalit Peshkujart publiku është më i madh se i teatrit, besoj, po? Po. Është shumë e madhe salla. Po, kur e pash mamin edhe gjyshen, edhe dy vëllezërit e mi,
Isha e kënaqur pasi që erdhën të më shohin. E pash Po, edhe normal dihet. e pash edhe tyshin aty jam kënaqur pastaj. Si ishin komentet, sepse unë kam dëgjuar aq shumë komente për ty që kanë thënë shumë e mirë, kështu që Edhe unë kam dëgjuar plot komente për ty, më bron. ua, po trego për veten ti. Më bron ti të mësosh prej dorës, më bron. Jo, se të dion njësoj e miha tani. Pra, unë nëra komente që mundesh edhe më mirë ta bëje, domethënë këto nuk janë komente. Por besoj më të shpeshtat kanë qenë që ishe Po tha që e mira nuk ka fund, Po. thanë që ishe super, tha pra shis nuk e mirë një vesh më vonin. Po ishte një pjesë interesante aty. Ngatrohesh pak. Jo, po mire tha, se E thasha më. pra pa jo, sepse sa herë del në skenë dhe e mbaron pjesën tënde, pastaj kur del në skenë, hop se bëra këtë, sepse se bëra atë dhe normal të kujtohen shumë gjëra që mund t'i bëja. U bëra pishman pastaj. Këto ishin disa pyetje të cilat ishin lidhur me jetën e Adeas dhe tani do doja të më bësh një përfundim duke i përmbledhur të gjithë jetën tënde në disa fjali. Hajde. Shkolla më. Dhe ta thëmë për shkollën, dhe thëmë për këto hobi. Për të gjitha gjërat që merr pjesë ti, që ke përvojë, pra aktivitetet, hobi, shkolla, skena, ëndrat, të gjitha. Këto gjëra pasi që vinë ky sezon, do më mungojnë, sepse vinë vira dhe neve do lajmi në plazhe, po. Shkolla mbaroj. Do mbaroj dhe pak teatri. Do mbaroj karatja, sepse do kemi një provim dhe pastaj do të bëj pushim. Po. Më vi shumë keq, sepse pastaj duhet t'i shoh për sezonin tjetër. Jo, do të thënë për sezonin tjetër, do të thënë në shtator. Po. Edhe mua më duket shumë gjatë. Mbaroj shkolla. Mua më duk shumë gjatë që kam mbaruar këtë ditë, edhe prandaj. Cilat janë planet e tua për verën, sepse tashmë e mbaron edhe Radio Struga, pra nuk do ta kemi më emisionin një javë për javë. Cilat janë planet e tua për të ardhmen? Do vinë Për verën. Për verën. Kushurinë mi do vinë dhe do jemi shumë e kënaqur sepse do shkojmë te skrivi. Dhe do kënaqemi, besoj, Zoti i din planet. Dhe por do ikin ato edhe pak. Po pastaj do nisi shkolla, do kënaqemi. Ama do shkoj në një shkollë tjetër dhe do e mungoj mosuesen. Në çfarë shkolle do shkosh? Ashtu më gushi që të dha jo, ama Ma do ta ndrosh, po te shkolla jon nuk ka më shumë se klasë të 5. Mbaron klasë të 5 do të shkojmë te ajo shkolla tjetër. Edhe si e përfundove të 5 me 5 ose? Ala si kemi marrë notat, po e di që me 5 do mbaroj. Maja Diana shkrive sot. Tani do të pyesum aty apo? Ose të bëjmë një pushim të vogël. Në rregull. Kalojmë një pikë muzikore dhe do të kemi përsëri. Jemi në fakt me një lajm të fundit, frutat dhe perimet janë në rrezik, askush s'po ha më dhe vitaminat duket se po shtuken. Por disa fëmijë të guximshëm janë bashkuar për të shpëtuar tokën. Operacioni Vitamin sapo ka filluar. Ti
ja ku rikthyem përsëri dhe beson që kjo është rikthimi i fundit sepse nuk do të kemi më emisione. Mirë, tani do të vazhdojmë me pyetjet e mia, se desha do të bëj për ty. Vazhdo me mua. Desha do ta pyes këtë është e njëjta pyetje. Më trego për jetën. Ti tani trego për jetën. Të prezantohem, është shumë shkurt. Unë jam Dora Selini, jam 13 vjeç dhe jam nxënëse e shkollës Vëllezërit Mlatinov në Struk. Cilat janë pasionet tuaja? Pasionet e mia janë muzika, këndimi, më shumë arti besoj, violina sepse normalisht edhe një violiniste jam. Gjithashtu basketbolli sepse shkoj edhe me basketboll. Radioja, besoj edhe radioja futet të dhe kështu. Më trego fillimin e basketbollit, domethënë. Të tregoj si ishte. Po ja, në fillim nuk shkova në basketboll sepse un kam 4 ose 3 vjet e gjysmë që shkoj në basket, por nuk fillova në basket, fillova në futboll. Pra, fillimet e mia ishin të futbollit, sepse futbolli më pëlqente shumë shihja, e kisha pasionin më të madh dhe mendoja se në të ardhmen do bëja një futbolliste dhe më pas e pash që vllai mbi një Loriku filloi të luaj futboll. Dhe mbas atij fillova edhe unë sepse thash pse mos e provoj edhe unë. Kështu që filluam të dy të shkojmë në futboll, por pastaj normal si fëmijë që isha, edhe pse e doja shumë futbollin, nuk isha asnjë shoqe aty, kështu që thash të shkoj në një sport tjetër. Dhe vendosa të shkoj në basketboll, sepse në basketboll ishin të gjitha shoqet e mia, ishin të gjithë vajzat dhe ishte më qejf se sa futbolli. Por fillimi im ishte në futboll, jo në basketboll. Dhe 2 vjet në futboll, 4 vjet në basket, pra kam bajaki koçër mirë me sport. Çfarë ke qef të bësh në të ardhmen? Për momentin se kam menduar, por nuk do bëhem asnjë muzikante, besoj, asnjë basketbolliste. Për momentin se kam menduar mirë se çfarë të bëhem. Se ke menduar? Mendoja një të bëhesha gazetare, por pastaj pse di. Për momentin nuk kam një ide të qartë. A ke një sport me qef përveç basketbollit dhe futbollit? Po, tenisin. Tenisin e dua shumë, sepse do thuash ti, po volejbollin, po volejbolli më pëlqen, si të gjithë sportet e tjera, por tenisin vërtet. Tenisi vërtet, edhe mua më pëlqen po. Po, nëse një ditë do ta lija basketbollin, të shkoja në tenis pra. Vërtet, aq me qef e kam, por normal tani jam për disa vjet në basketboll. A të ngjet vllau tyje kur ti ushtron muzikë apo të mbështeten? Në muzikë kemi një të përbashkët me Lorikun sepse edhe ai mirret me muzikë, e dini tashmë, një vlla binjak, 2 binjeqet mirën me 2 instrumente të ndryshme, unë me violin, kurse ai me piano, kështu që kur ushtrojmë ose të dy bashkë ose ndonjëherë unë vet, por zakonisht jo, më ngjet për gjëra të tjera, se është pak mistrec. Por nuk më ngjet për violin ose për muzikë. Cila është lënda jote e preferuar? Çfarë pyetje kjo? Jo, në të vërtetë i dua të gjithë arsimtarët, të gjithë lëndat dhe i përshëndes të gjithë, sepse tash më kam mbaruar shkolla. Po nuk e kam unë fjalën për arsimtarën, e kam lëndë. I dua të gjithë sepse normal të gjithë janë të mirë dhe të normal që të gjithë mësojmë prej lëndave të ndryshme gjëra të reja. Por edhe pse nuk jam më e mirja në atë lëndë, do thoja anglisht, sepse arsimtarën e anglisht se dua shumë. Dhe përshëndes të gjitha, por nëse të zgjidhja një lëndë, anglishta besoj do ishte. Si u ndjeve kur hype për herë të parë në skenë? Domethënë tek pik shkujart kur hype. A kishe emocione? Normal, hera e parë gjithmonë është hera më emocionuar që mund të jesh. Në festivalin e peshgotarit kam hyrë para 6 vite më duket, jo 6 vite, më shumë se 6 vite, sepse radhën e parë hypa si këngëtare bashkë me Lorikun dhe këngën e parë e kemi kënduar tek ai festival, kurse më pas si valltare, pra vallzoja dhe mbas vallëzimit prezantuese. Do ta tregosini si kjo historia për të qenë prezantuese? Po patjetër. Harrova do të them. Tani ishte festivali, kishte edhe një muaj dhe
normal që si prezantues ishte zgjedh Loriku sepse ai ishte dhe akoma është më shakaxhiu dhe që di të flas për me publikun. Është shumë i fortë sa fjalët me një gjelën. Po. Dhe ishte ai një vajzë tjetër të cilën e përshëndesim me radhë sepse ajo është një Irina ishte sepse ti e ke në teatr, që dhe një djalë tjetër Romeri. Ishin këto të tre. Dhe tani të fitoria e drejt Lorikun për të bërë prova, por edhe mua së më rinte miraku si jam edhe unë, sepse normal unë isha pak jo më e dobët, por më e tërhekur prej Lorikut, dhe Loriku shkoi në prova. Edhe unë shkova sepse normal kisha shumë dëshirë që të shkoj edhe unë me atë. Po. Shkova dhe i thash, teta fitore, po pse mos e provoj edhe unë njerë? Nuk jam aq e mirë, po ta provoj të them edhe unë diçka. Po patjetër i tha, unë do të prish ty asnjëherë, më tha teta fitoria. Edhe falsaj, tash më 6 vite që mire me prezantimin, edhe i pa në skenë. Unë fillova të them 1-2-3 fjali, kur çuditërisht asaj dite kisha ditën e mirë, kështu që i thash bukur ato fjalë dhe pastaj fillova që edhe unë ta prezantoja dhe u bëm një katër shumë e fortë atë vit dhe besoj që ajo ishte një ndër festivalet më të bukur që është organizuar ndonjëherë. Ishte shumë ide e mirë, domethënë që ke pas besim në vetvete. Domethënë të folish, domethënë ta tregoj të rritur, domethënë ndjenjat e tua që ke qef të hypish në skenë. Po. Ne me Lorikun zakonisht kemi qenë fëmijë të patushur, që e thomi me një mendimin ton, që edhe unë si fëmijë e thasha që mendoja dhe besoj më doli për mirë. Po, vërtet. Do doli shumë mirë. Cili aktivitet të bën më të lumtur? Nga këto që luaj dhe që mire. Të gjitha, përgjigja im nuk do të ishte një, sepse të gjitha e kanë atë të bukurën e vetë, kur shkoj në basket mendoj sa dalë jam gjithë energji, akoma më shkohet, edhe basketi është një sport që ka lëvizje, kështu që edhe aty ndihem mirë, edhe ka shumë të bëhet që e bën edhe me qef. Pra nëse e bën edhe ti karaten me qef, je edhe më e lumtur. Edhe në violin kur shkoj dhe fal arsimtarit, që edhe arsimtarin e kam shumë të mirë në violin, e përshëndesim edhe atë. Edhe ka të bëhet ajo pagës, pra edhe ai më jep motivim, edhe unë dua violinën, kështu që edhe në violin kaloj shumë bukur, kurse do ta veçoja radion më tepër sepse besoj që këtu është një emocion ndryshe dhe është më bukur nga këto dy aktivitetet e tjera. Po, si ndihesh që ke qenë pjesë i peshkutarët për herë të 6? Kur merr në një festival të njëjtë, pra sepse festivali peshkujarët është vit pas viti i njëjti, pra. Po. Pra çdo vit që unë kam marrë pjesë, normal që kam pasur sende të ndryshme për të prezantuar, por që thelbi është ajo, pra që të prezantoj një festival dhe prezantimi gjithmonë do të jetë i njëjtë, sepse ajo është. Po. Dhe kur merr në një festival më shumë se 1-2 herë, atëherë më mësohesh edhe e din se si shkon. Për shembull, unë mund të dalë edhe pa fletë ta prezantoj atë festival sepse normal tash më 6 vjet, edhe kur e bën vit pas viti edhe mësohesh. Besoj që edhe ti kur ta bësh më shumë se 2-3 herë, do të mësohesh edhe ti dhe do ta kesh më të thjeshtë dhe nuk do të kesh atë shumë emocione sa e kishe kësaj herën e parë, sepse për ty ishte hera e parë, po. Po isha mësuar në teatr. Po në teatr dhe bile që ke pasur edhe në teatr. Këtu mund të kishte më shumë ndryshe, prandaj. Çfarë bën ti në kohën të lirë? Në kohën e lirë mësoj ose jo, nuk do ta shtoj këtë, sepse normal mëzimi është gjithmonë i pranishëm. Po. Shes telefon. Jo, nuk shoh telefon, por zakonisht mund të them se kaloj kohë me shokët dhe shoqet. Po, shumë. E shfryzoj kohën më shumë për të dalë. Cili shok ose shoqe të mbështet më shumë për muzikën? Do thoya për të gjitha, sepse të gjithë ne kemi një shoqe të ngushtë ose një shok të ngushtë. Besoj shoqja ime ngushtë edhe 1-2 shoqe të tjera janë ato që më suportojnë më tepër. Jo, 4 shoqe të tjera se pastaj mos më bëse hatri. Tash i ka pyetje më duket pak si kështu po do të pyes. Nëse do të kishe një super fuqi, cila do të ishte? Një super fuqi. Të fluturojnë të shta? Sa interesant, shkoll shpejt. Ajo mund të them. Oke. Cili është fillimi yt i preferuar?
Cili është Fillimi. fillimi? Mund të them hapat e para që kam bërë në futboll. Mund ta shoj Dhe e tregove. Po, mund ta them si fillimi më i bukur që mund të kem bërë. Kurse fundi s'unë e them sepse normal akoma por tek fillimi do ta shtoja edhe këtë pjesën e prezantimit, sepse normalisht ajo është një diçka shumë e bukur, po edhe për ty cili është fillimi më i bukur? Kur fillova teatrin, se më duket ishte një aktivitet shumë interesant. Edhe arsyeja që e bën me shumë qef, i jep edhe më shumë vlerë. Po. Po libri yt i preferuar? Libri im i preferuar, unë jam një vajzë që lexoj libra dhe kam marrë pjesë edhe te kjo klubi i librit, sepse normal aty miresh me libra. Po. Një libër të preferuar nuk kam, por do ta them këtë. Edhe pse kuptimi brenda nuk është shumë i bukur, sepse edhe mesazhi nuk është një mesazh që mund ta përdorësh në jetën e përditshme, por pse mban emrin tim do ta thoja Princesha Dora. Ndoshta ajo mund të jetë, po për ti cili është libri i preferuar? Sepse edhe Adea lexon shumë libra. Po. E kemi bërë të muhabet një herë dhe libri im i preferuar është Lugjet e Verdha, pra ishte e prekshme, por faktikisht të mëson shumë gjëra. Dhe për atë edhe është libri i preferuar. Po. Dhe kështu, pra dy vajza të cilat piren me sport, njëra me karate, njëra me basketbol, të cilat e treguan veten në mënyra të ndryshme. Besoj që edhe në të ardhmen do të kemi edhe shumë, besoj sidomos ti Adea, sepse edhe ti je një vajzë shumë e talentuar. Faleminderit, edhe ti je një vajzë shumë e talentuar. Faleminderit. Pra afërsisht i kemi pasionet e njëjta, vetëm se unë merrem me muzikë, ti merresh me teatr, por të dyja këto janë arte. Po. Edhe doja të thoya diçka për festivalin Peshkujar. Këtë vit ishte një festival shumë i veçantë për mua. Do thuash ti pse ishte i veçantë? Edhe ju pse ishte i veçantë? Po normal dihet sepse kisha bashkëprezantuese Adean. Kjo është arsyeja pse ishte këtë vit edhe më i veçantë. Faleminderit. Unë vetë do thonje se kisha 13 vite në festival. Jo. Edhe gjithashtu para se të mbyllim, sepse normal që do të jetë një mbyllje pak e mërzitme, sepse normal është emisioni i fundit, të dojmë së bashku me Aden, do të jetë një surprizë, të falenderojmë shumë teta fitoren edhe Ibon. Faleminderit shumë që keni qenë gjithmonë prezent me ne, sidomos Iba që është prapa kamerave. Nuk është tu në kamera, nuk duket asnjëherë, por të gjithë punën e bën ai, kështu që faleminderit shumë që ke qenë gjithmonë prezent me ne dhe na ke mbështetur gjithmonë, sepse motivin më të madh e marrim nga ai, apo jo? Po. Një tuar trokitje për Iba. Tash të bëjmë një zemër për të. Si ta bë? Nuk duket prit ta gjej. Jo, prita ta bëjmë të dyja kështu. Edhe ta fitore, ti je më e mira. Po. Faleminderit që na dhe mundësim të vinë këtu në emision. Po. Sepse në vendin tonë mund të ishte edhe dikush tjetër, por ajo na pa ne të dyjave si më të denjtat, kështu që shumë faleminderit që na dha këtë mundësi. Na hapini rrugë të re. Po. Sidomos edhe si prezantuese të festivalit peshkutar, edhe ajo është diçka shumë e rëndësishme. Po. Faleminderit shumë. Si thua, ta bëjmë mbylljen tonë të veçantë? Po. Dal nga dal, afrohemi drejt fundit dhe kështu ishte emisioni i fundit për këtë sezon. Bashkë shihemi herën tjetër në Radio Struga. Nuk do të ketë një herë tjetër se do të shihemi sezonin e ardhshëm.